dita sapo u ëmbëlsua nga moderatorja bukuroshe Kiara Tito, e cila sapo ka publikuar në profilin e saj Instagram një video të jetë të adhurueshme ku shfaqet me bashkëshortin e saj dhe bebushen e tyre Luna Mari pranë një vendi bregdetar. Në video Luizi dhe Kiara kanë vendosur Lunën në mes dhe po e mbajnë për dorë ndërkohë që ajo luan me këmbët e saj dhe përpiqet që të ecë. Ky është momenti i parë që Luizi dhe Kiara po ndajnë me publikun ku shfaqen duke mbajtur vogëlushen e tyre për dorë ndërkohë që ajo qëndron mes tyre me këmbët e saj në tokë. Videoja është kapur pa mendje dhe duhet thënë se është tejet emocionuese dhe e bukur. Të tre shfaqen kaq të lumtur dhe kaq të buzëqeshur saqë e kanë transmetuar edhe tek njerëzit të gjithën atë ndjesi. Kushdo që e ka parë këtë video nuk ka mundur të mos e pëlqejë dhe të mos reagojë. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e familjes Elli janë shkrirë plotësisht pasi kanë parë këtë moment kaq të bukur dhe të veçantë që ata kanë ndarë me njëri tjetrin. Ata kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tyre duke u shprehur se janë shumë të lumtur që po i shohin edhe ata aq të buzëqeshur dhe duke ndarë një copës nga momentet e tyre kaq të bukura dhe të adhurueshme. Çifti është larguar nga zhurma e madhe e Tiranës për të shijuar pakës qetësi afër detit dhe normalisht për të qenë pranë njëri tjetrit dhe bebushes së tyre që duket se sa shumë e adhuron qëndrimin bashkë me prindërit e saj të mrekullueshëm që gjithmonë dinë se si ta rrëmbejnë vëmendjen e të gjithëve. Kjo video ka përcjell shumë pozitivitet dhe shumë dashuri pasi dihet që bebushja Luna Mari për herë arrin që me buzëqeshjen e saj të marrë zemrat dhe vëmendjen e shqiptarëve. Ky moment po pëlqejet jashtëzakonisht nga shqiptarët dhe videoja që moderatorja Kiara Tito ka publikuara para pak minutash po shpërndahet kudo nëpër rrjet dhe nëpër media. Me siguri shumë momente të tjera na presin në ditën në vazhdim ku Luna Mari, Kiara dhe Luizi do mundohen ta shijojnë në maksimum. Ndërkohë të gjithë po komentojnë veshjen e bebushes dhe të fenomenit Shkodran pasi duket se janë shumë të ngjashëm me njëri tjetrin.